produktin tim se blen njeri. Atë ka ndodhur dhe ty kjo? Yes, ka ndodhur. Si çam ndodhi dje? Isha një takim shumë rëndësishëm biznesi. Ishte një prezantim për një produkt i cili kushtonte 10.000 euro. Okej? Edhe e humba titullin me shumë sukses. Çfarë pse ndodhi kjo? Po ndodhi sepse nuk kisha bërë ushtrimet, nuk kisha përgatitur. Unë shkova me kostum i kollaris, e thash 10.000 euro, ditësh, 10.000 euro, po më shkota dhe 20-30. Edhe shkova me kostum, klienti ishte me tuta. Qërsa më pa, mos më rtha tatimet, mos më rtha më ka ardhur dhe ato kontrolli shtetit. Pse? Sepse unë nuk isha align me veshjen. Veshja ime, nuk pavarësisht se ishte bukur me kostume me gjëra, nuk ishte align me klientin. Dhe këtë bëjnë zakonisht gjithmonë gabim takimet e closerat në takimet e rëndësishme. Kur ti je one to one në një takim me klientin që ti po e takon, po ha një drek, po ha një kopi kafe apo thjesht po takosh fizikisht, ti duhet të jesh align. Ti duhet të jesh mbamën diçka që zojt kur fluturojnë në tufa me pend të njëjtë. Nëse se keni për shembull tuf me zojt që janë ngjyrë të verdh, janë gjithë verdh. Nuk keni një të kuq. Po të jetë në një kuq shofi kështu, thosh për ky kuqi. Mbamën këtë shembull dhe bëje në praktik në veten tënde. Nëse do takosh një klient, mos u supervish ose mos u nën vish. Çfarë do të thënë supervish? Vish është luks kur ai është shumë sport. Ose e kundërta, ai është luks, ai është i veshur dhe ti me këmishme, edhe ti vishesh në tuta. Po si ta kuptoj këtë? Problemi jo, zgjidhe, vetëm mbamën që ky është gabimi numër 2. Po gabimi i parë, një e thashë? Po, e thash, shife tek video më parë. Gabimi numër 2 është që veshja jote nuk është align, nuk përputhet me veshjen e klientit. Por ti mund të jesh ai closeri më i mirë në botë, mund të jesh ai që ti do ta animosh shumë klientin. Do të jetë ti ke dhënë një ofertë shumë të mirë, i ke bërë hoteli gjithë të mirë. Ty vetëm veshja ta pengon, dhe ti se kupton këtë. Pse ndikon veshja? Ndikon veshja sepse po flasim për subkonsciencën. Flasim për atë të nënvetëdijshme. Mbamën diçka që neve jemi krijesa të zakonit. 98%, 78% të sjelljes tona, të reagimeve tona janë subkonsciente, janë pavetëdijshme. Dhe ti që kur bën këtë kontrastin me veshjes, që kur ti krijon këtë lloj emocioni negativ te klienti, sepse e bën atë të ndihet jo keq, po jo komod, do të thënë jo lehat. Mbaj pak shumë këtu. Nëse ke mundësi ndaloj këtë video dhe shkruaj pak. Njerëzit blejnë nga të ngjashmit të tyre. Pa të më njerëzit blejnë nga të ngjashmit të tyre. Neve kemi bërë shumë ushtrime në programin tim Max Biz, neve bëjmë shumë ushtrime në roleplay me shqiptat dhe themi se si mund cilemi dhe si mund bëhemi dhe në pjesën më të madhe të humbjeve të mëdha galopante të takimeve, këto i humbit vetëm nga veshja. Po pse nga veshja? Sepse ti krijon një mos përputhje, krijon një mos nivel. Neve pse rrim me njerëzit që rrim? Rrim se na pëlqen rrim, kemi kohën e mirë, më pëlqen ky se kam këtë mohabet përbashkët, më pëlqen të rrim me këtë, më pëlqen të bëj këtë, më pëlqen këtë. Dhe neve rrim me ata që janë si ne, janë të ngjashmit tanë. Nëse ai është i ngjashëm me mua, unë i rish kam qef me ne atë. E marr telefon, rri, bëj mohabet, s'ka si fare, unë nuk e mendoj pse po rri unë me këtë. Po pse po e marr unë këtë? Këto janë gjëra që janë instinktive. Ti nuk e di pse po e bën atë gjë, sepse je komplet qenie zakoni. Ama po ta marrësh më thellë gjën ose po ta studiosh mirë këtë gjë, është ti rri sepse të pëlqen të rish, ke qef të është i ngjashmi me ty, është si ty. Mendon një soi, dishe si soi etj. Okej? Atëherë, në momentin që ti ke klientin, mba mend këtë lishtar. Klientët, njerëzit, sepse kur flasim për klient, flasim për qenie humane, qenie njerëzore. Njerëzit në gjithë botën blejnë nga të ngjashmit të tyre. Kur të hahet muhabeti, okej. Kur të bëhet ketë një atë shije ose gusto preferenca, bën biznes. Kur flasim për shitje, nuk flasim për shitje me këtë, po flasim për shitje të shtrenjta, flasim për high ticket. Dhe
kur flasim për dille të shtrejta, etikit, njerëzit duan të ndërtojnë raport. Nuk duan të bëjnë këtë edhe merre këtë tash edhe hajde iku më prash. Vegës çka kishte. No, flasin për gjëra që ti do ndërtosh big deal, do ndërtosh marrëdhënie biznesi. Dhe marrëdhëniet e biznesit kanë një gjë që sa më lart të shkosh, aq më shumë kanë një min, aq më shumë kanë nuhatje, ata të nuhasin. Sepse ai është high ticket, është klient shumë i sofistikuar, është 7 shifra gaj, është 1 milion euro gaj, 2 milion euro, 5 milion, mund të jetë 8 shifra gaj, 10 milion, mund të jetë 6 shifra gaj, 100 euro. Janë shumë të sofistikuar, ata të zbërthejnë, të skanojnë me një herë, të nuhasin me një herë. Qa parfumi ke vesh? Që aty krijon disbalans. Okay. Që aty thë ups, të imponon respekt. Atëherë, njerëzit në qenia njerëzore, njerëzit blejnë nga të ngjashmit e tyre. Mba mend shembullin e zojve. Në momentin që njerëzit blejnë nga të ngjashmit e tyre, veshja aty të pengon. Veshja e jo përputhje të pengon dhe të prish shumë punë që ti s'po e kupton fare. Ti thu po pse huma dirin, po pse s'po ashtu, ose je shumë zyrtar, ose je shumë easy going, je shumë we wish you, hello. Veshja është ajo që ty të përfaqëson ose ajo pamja dhe klienti ose biznesmeni, partneri i biznesit. Shef, 98% të trupit tënd i ke të mbuluar. Shumë pak ke të zbuluar, ke gjitha të mbuluar. Prandaj veshja është shumë e rëndësishme. Dhe tregoj shumë rëndësi veshjes në aspektin e llojit të klientit që ti takon. Nëse lloji i klientit që ti takon është një lloj klienti që vishet sport, atëherë vishu sport. Nëse është një lloj klienti që vishet kostum, vishu kostum. Por mos bëj disbalans sepse që këtu ti e ke të humbur. Neve në Max Beat bëjmë ca ushtrime edhe bëjmë ca triksa se si ta zbulojmë neve se çfarë veshje ka klienti. Si vishet klienti. Po e gjendo? Po se shumë e thjeshtë. Foto në Instagram edhe shif si vishet. Foto në LinkedIn dhe shef si vishet. Veshja dhe kupton edhe tipin edhe studimin. Veshja është ajo thelbësore që ty të bën që të hahet muhabeti apo imagjino që ti je në një mbrëmje gala, okay? Edhe vishesh keq. Ti sado do marrësh një çmim aty tek ajo mbrëmje gala të madhe. Ti sado që të marrësh atë çmimin edhe të jesh ai prestige person që gjithë do të të kanë, ti vetëm veshja pranon ta takosh njerëzit. Dhe vërtet kur jemi në një party ose në një gjë, kur nuk je align me veshjen, nuk përputhet me veshjen, s'do ta takosh njëri. Dhe më qifesh rri me një vet. Po vishesh bukur që je align, je i përputhet me njërin, aty i ke gjithë ku do të takosh çka ke bëu, mirë si ke qenë, do t'i takosh të gjithë. Sepse veshja jep dorë. Ki kujdes për veshjen dhe as mos e mbi vlerëso, as mos e nën vlerëso. Pra nuk po themi vishu bukur ose vishu shumë tut. Vishu klasik ose vishu modern ose vishu nuk ta them të gjithë. Po çfarë po them? Vishu në përputhje me klientin. Unë kam një trajnim falas, është 5 gabime që mbajnë peng biznesin tënd. Dhe është një trajnim në cili është shumë interesant sepse ne trajtojmë gabimet më të zakonshme, më të përdorshme që janë tek biznesi yt, kështu që klikoni linkun në poshtë edhe unë të pres të takoj. Mirë, deri atëherë, mirupafshim.